Kapitulli 2 i raportit analizon të drejtat politike dhe civile. Komisioneri Besnik Deda do t'ju njohë me gjetjet e vitit 2025, por thelbi mbetet shqetësues. Gjykatat tona punojnë me vetëm 66% të kapacitetet tyre njerëzore. Zvarritjet janë aq ekstreme sa qytetarët presin mesatarisht mbi 4 vjet e 3 muaj për të materializuar një vendim gjyqësor. Ndërkohë, burgjet mbeten të mbipopulluara. Rreth 57% të burgosurve mbahen aty pa një vendim të formës prerë. Pra e thënë më thjesht, 6 nga 10 të burgosur nuk janë ende të dënuar. Jashtëzakonisht shqetësues është dhe trajtimi të miturve të ndaluar në protesta, të cilët në disa raste janë marrë në pyetje në komisariate pa praninë e prindit apo të psikologut. Kapitulli 3 mbulon të drejtat ekonomike dhe sociale. Siç do trajtoi komisionerja Vilma Shurdha, megjithse kemi legjislacion të mirë, sfida reale është mbrojtja e të drejtave në praktik. Këtu vrem paradoksin e digitalizimit në fakt, ku i cili shpesh në vend që të ofrojë lehtësi, platformat online kthehen në pengesë për më të varfrit. Kemi raste, si në rastin e një ankuese nga Vora, e cila megjithse jetonte në mirim, u përjashtua nga ndihma ekonomike thjesht sepse sistemi nuk gjeneronte pikët e mjaftueshme. Kjo tregon sfidat e automatizimit të proceseve apo të varësisë nga algoritmet.